I ftuari jonë është një i ftuar special që do ta hapim sezonin me një njeri i cili ka kaluar jetën nëpër ose mund të themi që nuk ka dalë kur nga klasa e jetës, një njeri që ka edukuar breza të shumë nxënësish, sot është në pension dhe vazhdon që të edukoj breza të rinj përmes artit të tij. Pra, nuk është në pension, po ai vazhdon akoma të punon. Me ne në studio është zoti Zeqir Mehmeti, ish pedagog i shkollës fillore në Zhelin. Ai do të na tregon se si durimi i mësuesit shndrohet në një art me gjilpëra. Në një mozaik me figura kombëtare, në një mozaik me shkronja, edhe shumë gjëra tjera. Zoti Zeqir, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në emisionin tonë 9:11. Mirëmëngjesi edhe për ju falenderoj për ftesën dhe fillimisht ju uroj një ditë mbar, një javë mbar dhe një vit mbar 2026. Gjithashtu, faleminderit. Faleminderit që jeni zgjuar me ne së bashku dhe me të vërtetë është kënaqësi që fillojmë vitin 2026 së bashku me ju, të bisedojmë për gjërat e bukura që ju keni krijuar, mirë po mbi të gjitha për artin e bukur që tashmë po e krijoni. Ndoshta tashmë keni më shumë kohë të lirë që të fokusoheni pak më shumë tek arti, mirë po ne do të rikthehemi pak a shumë edhe tek puna juaj. Tek biseda, po ta pyesim për temën një herë. Për temën, do ta pyesim për temën sepse e kemi patjetër, me çdo të ftuar ne diskutojmë edhe temën. Temën e ditës sotme e kemi pse dita zoti Zeqir duket më e gjatë kur s'ka rrok? Ju sigurisht që e dini më mirë se ne. Po janari çdo vit çështu. Janari ka fat. Është 31 ditë. Është 31 ditë, po duket sikur është 7 muaj. Tash nuk pres rrogën, pres pensionin. Dhe a vin në rregull apo jo? Po vin në rregull, po nuk mjaftojnë. Nuk mjaftojnë, sigurisht. Po fal fëmijëve. Mund të kompenzojnë. E themi me sarkazëm këtë sepse gjithmonë janari shumica e qytetarëve shqetësohen. Pse janari është një muaj që zgjat 7 muaj? E vërtetë. Gjithmonë është gjatë. Sepse e kemi diskutuar edhe me disa psikologë. E kemi diskutuar sepse njerëzit japin më shumë rëndësi dhjetorit, nëntorit, vjetorit, harxhohemi shumë psikologjikisht. Dhe kur futemi në fillim të vitit, jemi të harxhuar më. Dhe na duket se çdo gjë është sikur është e të zgjatur. Edhe shqyr zotit janari është vit në vete. Është vit në vete. Vit në vete është janari. Brenda vitit kalojnë 2 vite. Po. Zoti Zeqir, do doja të kthehemi pak në të kaluarën. Si e kujtoni veten si mësues për herë të parë kur keni qenë? Çfarë ju vjen ndërmend kështu fillimisht? A ishte më e vështirë klasa e parë kur fillove orën e parë apo orën e fundit kur u shkëpute? Pa të dija me emocione kanë qenë. I kujton të dy momentet, edhe ditën e parë të punës kur keni filluar? Fakt kam filluar si mësimdhënës në vitin 1982. 82. Dhe kam përfunduar në 2022. Plot 20 vite. Më saktë 39 vite e 7 muaj e 14 ditë. Aha, në arsim. Në arsim. Wow, shumë. Si mësimdhënës, mandaj si pedagog i shkollës, me që gjenerata jonë ka qenë e para që u instalu vendi i punës. Si pedagog, më të t'ju zhvillua në shërbim profesional dhe tha shkollat kanë shërbime profesionale, që në kupton pedagog, psikolog, sociolog, devekolog. Mirë po, ekipet janë, po punët nuk na bëjnë. Që me dhimshmëri e shprehi këte, punët nuk na bëjnë. Por ne jemi fajtorë. Po, do të flasim pak më vonë për këtë problematikën që na ndodhen, po unë do doja të lidhesha, do më thënë 39 vite kanë kaluar, gati 20 vite. Sa breza mendoni që kanë kaluar në përduar tuaj dhe a ju ndodhen ndonjëherë që të takonin ish nxënës tuaj që përshëndesin, që kujtojnë ngjarje të mira? Po, ndodhen gjenerata kanë kalu plot dhe kur takohemi një qendër, vinë pedagog, si e shohun, nuk e njëm falten, nuk njëm, se kanë ndryshuar mosha e adoleshencës, mandi shkon ka pjekuria, edhe në trup, edhe në fizionomi kanë ndryshuar, edhe më vinë për qafën, thot, unë njëm kiki. Se unë nuk kam dhënë direkt mësim, unë kam qenë shërbim profesional, që bas programit të pedagogut shkollës, kam realizu ma shumë këshillime me nxënës, me mësimdhënës, me organe tjera, edhe mandej fillu edhe këshillimi me prind, fillimisht në bas metodologjisë kishte sukses, mandej
ra interesi dhe nuk e di çfarë ndodhi, edhe me këtë edhe gati u afrugohej pensionimit tim. Zotëri Zeqir, çfarë do të thotë në fakt jeni një pedagog në një vend siç është edhe Zhelina? Si ka qenë komunikimi me prindërit, me fëmijët, me nxënësit, po ashtu edhe me mësimdhënësit? Valbona, mu edhe ashtu Zoti më ka falë, jam pozitiv çdo herë, edhe ju mundu çdo herë t'i këshilloj. Kur më ka mungu këshilla, nuk më ka mungu shembulli konkret i veprimit. Po, tashmë jam futur në ëndrrën e së kaluarës, po çdo herë këshillimet kanë pas. Kanë pas efekt, edhe të mësimdhënësit, edhe të nxënësit, edhe të prindit, se nuk mund ta bëjmë tash krejt zi. Ka edhe momente të mira, ka pas. Çdo herë kam hi punëve edhe sekretari komisioneve të ndryshme. Kam qenë vigjilent, kemi e potencoj shemo kur kemi prit misafirët nga Tirana. Ka qenë viti 1993. Kolektivin e shkollës fillore në Fannoli, mu zgjodha në sekretari komisionit për pritjen dhe përcjelljen, është një histori në vete që nuk mund ta spërnjohë vetëm shkurt. Mandej për riemërtimin e shkollës, nga Josip Broz Tito në Luiz Gurakuqi. Mandej 77 vjetori i dërmëtërisë shkollës ku pata nderin e ftova dhe erdhi Pinoli i Luiz Gurakuqit, Romeo Gurakuqi nga Shkodra, mbajti fjalim para nxënësve. Janë disa momente që nuk do i harroj, edhe janë të filmuara, janë të argumentuara përmes edhe portaleve, edhe në YouTube, programeve të ndryshme. Unë mos e harroj ta them se Alsatin e kam pas sponsor mediatik gati në gjitha ekspozitat e mia, dhe për atë jam i mirënjohës. Unë doja të kujtoj takimin e parë që e kam patur me zotin Zeqirin, ka qenë viti 2012, fillimi vitit 2012, do më thënë sezon kur bëja dikur një emisiona e dini se, ishte me profesionet të ndryshme, dhe më thanë që në Zhelin është një pedagog i cili krijon art me gjilpëra, bën disa imazhe interesante, dhe të them të drejtë më intrigoi shumë. Edhe komunikova me zotin Zeqirin, edhe shkova atje dhe realizova një emision, ku u bë një logo e dikurshme të televizionit Alsat, diku këtu e kemi në për televizion atë pikturën me gjilpëra, pra është një lloj arti miqdashur të cilin do ta diskutojmë pas pak, edhe me të ftuarin ton, art me gjilpëra. Gjilpërat nuk janë thjesht për qëndisje ose për dekore, por mund të shndrohet edhe në vepra artistike, të cilën e bën konkretisht zoti Zeqiri që e kemi këtu. Unë këtu përpara meje kam një libër, zoti Zeqir, që në ndërkohë ju keni botuar edhe një libër, rrugtimi me artin e veçantë. Këtu i kemi edhe fotografit. Është shumë specifik, sepse janë gjilpëra shumë të vogla, apo si quheshin, kishin një fërfëre. Është shumë e bukur kjo, me fërfëre, pra krijohet mozaike të ndryshme dhe bëhen figura nga më të veçantat. Unë doja ta pyes se sapo u kthye zoti Zeqiri, sapo u kthye nga vendi i shenjtë, nga Umre, po. Dhe atje dhuruat edhe një piktur, një vepër arti. Dipunime i bëra për atje. Njënën ja dhurova drejtorisë së Qapes, zëvendës drejtorit, edhe njënën klubit futbollistik Alveda. Ja dhurova menaxherës për marrëdhënie me publikun, Vahda, nuk jam mbaj mend emrin, por kemi shkruajt kështu email, kemi këmbi emaile, dhe janë shumë të nga vetë logoja, që si di mendoj në foto, edhe katalogun e ekspozitës në Villë që e kam pas perlat e Kuranit famlar, u ashtina ati dhe tha nuk mund të vim rend të shiqojmë punimet tua. Se sa të veçanta duken. Së është një lloj arti unik, është shumë e veçantë dhe në cili nuk bëhet, nuk realizohet. Unë do doja të pyes, a ke tentuar ndonjëherë që të futesh në librin e Ginisit për këtë lloj arti? Pikërisht me një shokun tim, Agron Rustemi, është profesor doktor në Shtull, u taku para disa viteve, edhe ai gjurmoj, në respekt, temin gjurmoj në librin e Ginisit, edhe kur e kështë pa se rekordin e mban një kompani maleziase, e cila ka ndërtu një rekord me gjilpërza
që nuk thihet, as me përmasat të numrit të gjilpërzave, as me dimenzione. Wow. Edhe e lam, të zëtë zigjir orientohu në punimet komtarë ta thesh, ta bësh flamurin komtar. Për shembull figura kombëtare, simbole kombëtare. Aty mund të konkurroj. Sa ka qenë për afërsisht do të zgjidhë sa ka qenë numri i gjilporave, i mozaikut këta malezeze që kanë krijuar? Ke dhe një informacion? Shumë, 3 milion. Mbi 3 milion. Edhe me ata i pam fotografi me shkallë që punojshin, shumë vetë kanë punu, shumë vetë kanë punu. Një kompani. Ai rekord nuk thihet. Nuk thyhet. Do të thonë shumë njerëz për të thyer një rekord të mozaikut të themi të gjilporave. Po sikur të kishe një ekip tjetër, me siguri që edhe sikur të ishim në një vend shtet tjetër, me siguri që do thyeshte, sepse përkrahja do ishte shumë e madhe nga qytetarët, nga njerëzit të cilët do u ofroheshe ose do u kërkoje ndihmë, se sa këtu në këtë vend. Duhet të ekziston një balans, sepse aty kanë marrë pjesë shumë persona, shumë njerëz, po flasim për një kompani, ndërsa zotërisë Qiri ju e bëni vetë artin dhe duhet të ketë pak a shumë edhe mbështetje për artistët të cilët janë të vetëm. Kur flasim për artin, arti gjithmonë zotërisë Qiri na sjell shumë gjëra pozitive në jetën tonë, jo vetëm për artistin, por edhe për të gjithë ata që e shijojnë artin tuaj, mirë po edhe kërkon shumë durim. Kur i flasim për artin tuaj, është arti që pak a shumë është jo i rrezikshëm të thoja kështu, mirë po i ka dhe ato të themi veset, jeni shpuar ndonjëherë kështu gabimisht. Mirë po edhe sa ju ka mësuar durimin, sepse ndoshta për gjeneratat e reja është një ndër veset që kemi, siç na thot drejtori, jeni fitil shkurt, jo. Jam të rritë kështu. Kështu më drejtohet mua, drejtoje mirë po sa e mëson durimin arti juaj? Është sekret publik. Se durimi është sekret publik. Është durimi ai i cili do. Mu ditër herë më ka zënë gjumi me gjilpër mbi punin, nga lodhja. Edhe jam shpuar një diherë nga pak shumë, ka rreth pak gjatë. Mirë po, thashë, ai sekreti publik e kam potencuar më duket në TV Klan, të Rudina, që kur kam qenë mision. Dhe kam thënë, aq kam pasion të këtij arti, që derisa nuk do të ndridhen duart, dhe nuk do më shohin sit, nuk ndaloj se punuar. A të kujtohet si të lindi pasioni, dëshira, konkretisht në këtë lloj arti? Këtë pasion? Si ju në diçka tjetër të vizatuar, ose me mozaik të theme me gur, por konkretisht tek gjilpora, si e gjetë veten? Unë kam qenë një dhuratë në Zagreb, fiskotekën, 1987. Fiskoteka që mbaje dikur, po. Edhe aty duke e menduar me çfarë ta bëj. Oliver Mllaka, kujtohet, po. Edhe e mora atë shpërblimin e maskotës kvizit. Duke menduar kur shifsha se e përcjellsha me fanatizëm, ishte me premte, ndromi ishte kvizet me licencë franceze, mandej edhe Turqia jepte. Edhe Oliver Mllaka është një moderator shumë i shkath, është më tash në pleqëri edhe më të madhe se unë. Ne thash si ta bëj, edhe e bëra me gjilpërza fillova. Kfiskon, formatin e Kfiskos, edhe e mbështolla mirë, e paketova, edhe e qova për Zagreb. Edhe merë telegrami, shkurt, atë s'kishte celulare, Čestit tamo, vi ste dobitnik Kfisko nagrade. Ju urojmë, ju jeni fitues i Kfiskos, edhe me datë kaq du t'jeni në Zagreb, në Hotel Central, edhe kjo është një histori në vete, e kam përshkruar në libër, edhe një Željka Ražnjatović ishte kretar e komisioni që këna nda. Në garë ishte një Tamara Bugonović nga Rijeka, e cila e fitoj atë vit finalin e kvizit, po. Edhe me ata, ne si përfaqësues, si dhuru, mendoj si dërgues të atyre maskotave me alternativa të ndryshme, art veçantë, edhe morëm pjesë në koktel. Edhe ajo më tha, komisioni e ka çmu tej mase punimin tënd. Mirë po, duke u bazu se nxënësit nga Sarajeva janë me nevojat veçanta, ne u e këmë edhe ti e ke, unë i ndërhina, thash, unë jam pedagog, dhe thash, edhe unë me zemër, thash, të disha për ata. Bravo. Kështu që shumë bukur, thash, shkurtimisht e kam potencua. Ti edhe në Beograd kemi pas, thash, është ndjerë një, e kanë pit
Reçko e quajnë atë, pozna është i zeqira me Mehmeti, ja njëti zeqir me Mehmetin. Të kujton diku. Po. Edhe ju ka thënë po, se ajo është një ndër njerëzit që ka kri fakultetin në fshati pari, mendoj ndër intelektualet e parë të fshatit Zhilin, e që është u ka thurë disa fjalë për mu. Edhe thash ajo histori, atë maskotën që e ka ndërtu Miroslav Shutej, prej Druri, maskotën e Kfiskos, e ruaj në bibliotekën tim. E kam. Ja thi një fëmijë të luajnë të njerë, ja thi, po megjithatë është një histori. Është një histori. Është një histori. Zoti Zeqir, a është e vështirë të mbani mend se deri më tani sa punime i keni kryer? Por afërsisht. Unë edhe dhurata nuk e mbaj mend se mbi 100 dhurata kanë kalu. Mbi 100 dhurata kanë kalu që kam dhuru institucioneve ndërkombëtare siç është UNICEF-i në Zvicër, ambasadorëve Filip Riker, Ervar Vuere që ishin këtu, ambasadorëve shqiptarëve në Çeku, Fatos Reka, figurave kombëtare si është komandanti legjendar Adem Jashari, Adem Demaci, Bilbilit Kosovës, ja kam dëzu në koncertin përëmberor që u mbajt në Tetov, e shumë dhurata, muzeve, në Prishtinë, në Vlorë, në Shqipëri, në Kosovë, në Bajramcur, edhe këtu në Kongresin e Manastirit. Kongresin e Manastirit ka qenë për 110 vjetorin. 110 vjetorin. Po, edhe me studentët e profesor Arsim Sinanit, në Prishtinë organizuam punëtori 2 ditore, ku a ju mobilizoj, i kishte para pregadit edhe u thoqa unë atë punëtori, është një kaptin, është në përshkruhet në liber edhe ajo, edhe në Prishtinë i bëm shkronjat, në Tetov i kornizum dhe i fotografum, edhe unë nisëm rrugtimi për i shkronjave për manastir. Udhtimi i shkronjave për manastir. Rruga e shkronjave, si ishte edhe tek filmi, udhtimi i shkronjave. Është një gjë e cilën dikur historia do flet për këta gjëra. Unë ju falenderoj shumë që i keni të shkruara, se të paktën veprat kur mbeten të shkruara do të kenë edhe gjenerata tjera për çfarë do flasin me fakte, të cilat unë do doja të ndalesha pak tek pse keni gjetur tani kohën e fundit figurat kombëtare më shumë. I shitni veprat apo është kërkesa, është dëshira jote që për ata që janë të interesuar që i shohin dhe kanë dëshirë? Kam porosi ndonjë rallë, kështu, jo. E gjitha është pasion. Por mirë po unë kam pas ndërmend edhe me sugjerimin e mikut tim Arsim Sinanit, kam pas dhe kam dasht dhe veç i kam nderu figurat më pikante si që është kombëtare. Edhe ajo më jep një kënaqësi në jetë që çdo herë punimi im kur shkova me shoqen ta vizitojmë Prekasin, kompleksin e Adem Jasharit, punimi nuk ishte muze, e kishte marrë tasarrufat në familje. Ai që punon të ati, thash le ta gëzon, le ta mban, thash s'ka nevojë edhe një tjetër ose do mundi ta bëj ta sjellë këtë në muze. Unë do doja të pyes për shembull për një vepër, sa kohë ju duhet për të përfunduar një mozaik të vetëm, të themi. A ka patur ndonjë vepër që ju ka lodhur më shumë shpirtërisht se sa ajo fizikisht? Ka patur raste të tilla? Kur e kam përgatit emocionuar sepse ka figurat kombëtare ndonjëherë. Kur e kam përgatit veprën që për mua do të jetë ekspozita më mbreslanse, 100 perlat që flasin shqip për 100 vitesh, për atëherë që e bëm emisionin e Linice. Ajo do të ngelej më mbreslanse me që unë nuk e dija se do të shkojnë dorë. Mirë po ja. Nga ekspozita në Tetov, në Shkup, në komunën e Shahirit u mbajt kongresi 17 dhe 18 nëntor ka qenë. Atë ishte një zonë Lida Ragami, punon në Angli, në Telekomin Angles bashkë me bashortin e vet, është një ezium, është kryetare e rjetit të globit të gruas shqiptare. E mbajtën me 24 nëntor në Vlorë kongresin e gruas shqiptare për Çamarinë. Dhe ata konkluza, ata dokumentacione kanë qarkulluar dhe qarkullojnë akoma dhe më duket se ka marrë ajo një nga Strasburgi, si di ku kanë qenë, kanë marrë një përgjigje për çështjen e Çamarisë. Sepse çështja Çame ka mbetur akoma. Punimet më kanë mendoj kur ndëgjojsha emrat e patriotëve kur i shkruajsha, ndëgjojsha këngën, i lëshysha këngën e përkatëse që ke një leitmotiv që të inspiron, domethënë, është muzika që të inspiron. Kujtohet edhe nëna, më thonë.
Pse pe birë lodhësh? Pse lodhësh? Me fërfërë. Me fërfërë. Thash e kam qef. Rofshin e qofshin pasione që na mbajnë gjallë, sepse me të vërtet është bukur kur e gjejmë veten duke u shfryrë të themi kështu në një pasion të cilën ne e gjejmë. Zotëri Zeqer, deri më tani sa ekspozita keni krijuar, sepse jemi edhe në 5 minutat e fundit, sa ekspozita keni krijuar dhe a mund të presim në vitin 2026 në një ekspozitë interesante edhe të bukur? Do të shikojmë si qëndrojmë fërfërë. Do të shikojmë, a kemi fërfërë apo jo? Do t'i mbledhim milionat e fërfërëve dhe do të thejmë rekordet. Me 21 korik e promovova librin Rrugtim në përkraje të kryetarit Bilal Kasami. Edhe miku im Arsim Sinani më bëni si gjimë surprize këtë libër, abëtuar në Pej, edhe ma prunë deri të shtëpia, ma dhe bëm promovimin. Është inqizum promovimi Valbona Peziti ka qenë moderatore udhëheqëse e programit, pat edhe një ekspozit pas promovimit librit. Janë 5 ekspozita. Nga ajo e vitit 2009, falënderim për ndihmat, që jo kam dedikuar gjitha institucioneve ndërkombëtare që kontribojnë, kanë kontribuar dhe vazhdojnë kontribojnë për të mirën e qytetarëve në këtë event, jo vetëm, por edhe në Kosovë, Shqipëri dhe gjitha shtetet. Në RTK e kam thënë se janë harxuar në pyetje se sa fërfërë. Nuk mund të numëron, por deri tash, me ekspozita, me dhurata, me gjitha punimet, mbi 1 milion ka kaluar. Janë harxuar. Unë mendoj që edhe më shumë ndoshta. Me siguri edhe më shumë. Parafërsisht, 1 milion. Më thuaj, kur shkon të bësh në treg, të blesh fërfore, sa i peshon apo? Jo, këtu në Shkup unë i blej. Po, i blej me copza? Jo, me kutia. Me kutia. Me kutia. Do më me kilogram në peshoj, no? Me mbas kutiave, edhe normal kur kemi bërë ekspozit kombëtare, ai pronari ka pas mirëkuptim dhe mi ka dhënë me çmim maturë, se për kombë, sidomos Prishtinë, 50 studentë ishin të angazhuar për ditë. E keni përfunduar të gjitha. Gjën e kishim harruar. Edhe me shoh gjën, gjuetari. Edhe me shoqen e kemi bë brenda natës se nesër u dash të shkojnë në sepse Kosova e ka gjë të fortë dhe gjë të butë, ju keni mbete e forta, vetë të gjëja. E kemi komentuar shumë shpesh me dritrojnë këtë gjë. Me që jemi edhe minutat e fundit, u munduam pak sa të prekim, unë të doja pak të diskutojmë në lidhje me gjeneratat e sotme, fatkeqësisht. Përmendëm edhe në fillim të emisionit, a mund të na bësh një krahasim të dikurshëm me sot? Sepse jeni një pedagog i cili keni përjetuar të themi dy sisteme. Po, dy sisteme të ndryshme. Komplet tranzicionin e ke kaluar, tranzicionin edhe ashtu kryesor, sistemin e sotëm. global. Kur ishin nxënësit më të aksesueshëm për ju? Janë më të ngulfatur sot se sa dikur apo e kundërta? Kur kam filluar me punë si pedagog, ishte sistemi komunist. Mirë po, mu atëherë më pëlqente disiplina dhe rendi i punës, sistemi i punës. Kishte aktivitetet lira, Ishim më të organizuar. Më të organizuar. Mandej, kur filloi ndryshimi, kur filluan këto konceptet, si ajo thënja si mollën, kaçe dhe huth. Fillon një koncept dhe u pa se më shumë është çështja e larjes së parave se sa e efektit në arsim. Deri me Xheledin Muratin patëm një shoqatë e pedagogëve të cilës i bëj pjesë akoma unë, e ai tha se gjitha konceptet janë dështume për fatin tonë të keq dhe për fatin e nxënësve tonë. Fatkeqësisht. Nxënësit më para kishin më shumë respekt. Po. Më shumë respekt. Ka, edhe tash nxënës mirë po, tash e pinë duhanin si mësuesve. Jo edhe duhanin, po edhe më keq. Unë pasi dola në pension, më takoj një ish koleg, thash, Refet, thash, si është gjendja? Thash, si e ke lënë, thash, toja edhe një 10-20% tha më keq. Thash, si be, arsimin, thash Zotit kete një kthes, dhe duhet kete një kthes. Mirë po, kur e llogaritën, sa ministra kanë qenë shqiptar. Nuk mund edhe çfarë kanë bë,
faktikisht për të ardhur keq. Me të vërtet. Jemi Me të në vërtet dito. Është për të ardhur keq të Në themi. minutën e fundit jemi, unë vetëm dua ta potencojmë edhe një gjë që e tha të pak para emisionit, që Zhelina nuk ka një çerdhe publike, një gjë që duhet të bëjmë zë në fakt për këtë fakt, sepse ka shumë fëmijë të cilët nuk kanë Për kujdesje. akses për kujdesje, do me thënë, sepse tashmë siç e përmendë punojnë të gjithë antarët e familjes dhe fëmijët duhet të kenë, do me thënë, akses në çerdhe, duhet të kenë një çerdhe, një institucion ku ata mund të gjejnë argëtimin dhe të rriten në një institucion të përbashkët shoqëror. Një mesazh të fundit të Zeqir për të gjithë ata që po na ndjekin dhe që ndoshta duan ta kenë një vepër tuaj në shtëpitë e tyre. Djerë se e potencove qerdhen, unë e pres që qerdhja sa më shpejt të nisë dhe të vihet në funksion. Pallati Kulturës së ndërtu nuk vihet në funksion. Të rritë. Shpresojmë që kompetentët sa më parë ti hapin dyert e gjithë këtyre kërkesave të banorëve të Zhelinës. Po, zotë Zeqir, me që jemi sekondat e fundit, unë falenderoj shumë që ishe prezent këtu në studion tonë. Falenderit dhe juve. Të dëshiroj jetë të gjatë edhe të lumtur shumë. Amin, shumë falenderit. Edhe unë juve, emisionet shqyrqishme që Shedia e komplimentova, me të vërtet keni komplimente edhe nga shoqja ime për këtë emision, me sidomos me temat interaktive që edukojnë të ri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miqdashur, ne këtu po japim fund emisionit me zotin Zeqir, i cili është dëshmi se mësuesi nuk del kur në pension. E vërtet. Apo nuk del kur nga misioni i tij. Kur dora nuk e mban më shkumsin, ai e mban më gjilporën. Dhe kur klasa hesht, flet arti i tij. Një histori e thjesht, por me pesh shumë. Si vetë jeta. Miqdashur, ne japim fund emisionit këtu, me shpresë që do shihemi nesër të njëjtën kohë, të njëjtën vakt. Rikthehemi edhe nesër, mirëmbëjtje dhe miq të takohemi edhe nesër me 9:11. Mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit shumë. Me nderë që është. Faleminderit, Valva. Faleminderit të tërë.